Kosova, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi, programi për bashkët në zhvillimet që tejkalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Miq emisionit të Kufi, mirë se vini në një takim të përbashkët të 4 serviseve publike, Radio Shkupit, Radio Tiranës, Radio Kosovës dhe Radio Malizi. Sot është e 3 prill 2025. Sot do të flasim për sfidat në arsimin e lartë dhe tejkalimin e tyre. I ftuar në Radio Shkup me mua Memdali Sufi është profesori universitar Bashkim Ziberi, vjen nga Universiteti Shtetëror i Tetovës. Profesor, mirë se erdhe në Kufi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që ju përgjigje pozitivisht ftesës sonë. Bëjmë lidhjen e parë edhe me Radio Tirana, atje me kolegun tim Jahomar Xhekaj, i ftuar është profesor Geron Kamberi, ekspert i fushës. Ja u dëgjoni. Përshëndetje me Medali, për ju të ftuarin tuaj, për dëgjuesit tan kudo që janë duke na ndjek. Un jam me profesor Geron Kamberin këtu. Profesor, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Mirë se u gjeta. Faleminderit Jaho, faleminderit edhe profesorin. Bëjmë lidhje edhe me kolegen Mirvete. Po, me Medali, unë sikur ju kam paralajmëruar, kam të ftuar sot profesor Mustaf Kadriaj. Ju përshëndes juve në studion e Radio Shkupit dhe në studion e Radio Tiranës, po ashtu edhe të ftuarit tuaj. Do të jemi bashkë me profesorin Kadriaj. Faleminderit për ftesën. Është nësit jem mësaferi juj. Faleminderit Mirvete, falenderojmë edhe profesorin Kadriaj. Kronika nga mesi emisionit që ka përgatitur kolegu i Malizi, Senat Gilaj, ka të ftuar profesoreshën Sabina Osmani nga Universiteti në Maltëzi. Atëherë pa mos humbur shumë kohë, propozoj që debatin ta fillojmë këtu në Radio Shkup. Profesor, gati çdo vit flasim për arsimin e lartë, sfidat me të cilët ballafaqohen aktualisht. Çfarë ka të re në universitet? Jo rastësisht kemi zgjedhur juve, dim që dalloheni me aktivitetet tuaja që bëni, është si thua një trend në bashkëpunim me shumë profesorë të universiteteve tjera, ju bëni eksplorime, keni risi vazhdimisht, çfarë jeni duke punuar aktualisht? Përshëndes edhe mysafirët në Tiranë dhe në Prishtinë dhe në Maltëzi. Realisht hapësira universitare në trojet tona ka shumë nevojë për reforma, ka shumë nevojë për lëvizje pak më ndryshe për të përgatitur për sfidat që ndeshë shoqëria jonë në përgjithësi, pa marrë parasysh në gjitha trojet tona, po edhe në rajon edhe më gjërë. Dhe neve për fat të keq, domethënë, nuk i adresojmë sa duhet këto sfida që ndeshën para neve. Në hapësirën universitare gjithë shqiptare këtu çka kemi, ajo çka merremi neve në formë individuale me punë kërkimore shkencore, ose të paktën që mundohemi të arnohemi me punë kërkimore shkencore, me thonë kështu, sepse kushtet reale për të marrë me punë të me shpjellë kërkimore shkencore në trojet tona, veçanërisht varësisht edhe prej fushave në shkencat e natyrës në të cilat jemi neve, është pak më vështirë. Po megjithatë, përvoja, eksperienca, kontakte ndërkombëtare që kemi na bën që neve të notojmë në këta ujëra edhe në fushën kërkimore shkencore. Pjesa tjetër që është më e rëndësishme është pjesa e menaxhimit të hapësirave universitare, pjesa e kurikulave në universitete, në programe studimore të universiteteve gjithë shqiptare, dhe para së gjithësh mungesa e kuadrit që ndjehet tani në të gjithë hapësirën shqiptare, por edhe rënja e numrit të madh të studentëve të gjitha trojet tona. Dhe këta janë sfidat të cilat neve për fat të keq shumë pak i adresojmë, sepse zgjidhja e tyre nuk është individuale, është zgjidhje që duhet neve ta gjejmë të gjithë së bashku. Profesor, kur propozova kolegëve se kemi numër deficitar të kuadrove në universitetet tona, ato thanë, më falë, ne kemi si tepër. Realisht, në Maqedoni me mira, çdo vjet magjistrojnë, doktorojnë. Jeni duke folur për cilësi, domethënë çdo herë Maqedonia, universitetet tona rangohen
brenda 1000 shumë pak mund të gjesh universitetin shtetëror të Tetos, brenda atyre shifrave janë çudish, e keni fjalën për cilësinë, e keni fjalën këtë punën që bëni, sepse unë kisha një përvojë duke bërë master në kulturologji në një qendër universitare maqedonase, çdo profesor jem hulumtonte për shembull në antropologji me një amerikan. Jeni duke folur për cilësinë apo s'kemi edhe numër? Jemi duke folur për të dyja. Do më thënë, kuantiteti jep kualitet, por ne na mungojnë të dyja, si duket. Ne flasim realisht për të dyja, sepse nëse fillojmë tani në shkencat e ekonomisë dhe të jurisprudencës, është fakulteteve juridike, drejtësisë e kështu, kemi kuadër ndoshta edhe te prisë të nxjerrura. Por nëse flasim në shkencat inxhinerike, shkencat e natyrës, shkencat e biomjekësore, veçanërisht në shkencat e natyrës dhe inxhinerike, ne kemi mungesë kuadrosh dhe kjo vrehet, ne kemi një mungesë kuadrosh të mësuesve të shkollave fillore të mesme në shkencat e natyrës dhe kemi ardhur në një situatë aq kritike saqë në rajone të tëra në vendin tonë japin lëndët e shkencave të natyrës kuadër që kanë mbaruar në shkenca shoqërore ose humane. Situatë të ngjashme me çka bisedoj me kolegët në Prishtinë dhe në Tiranë dhe kam kontakte intensive me ta, hasim edhe në ato troje, sepse jo rastësisht del kryeministri Edi Rama dhe thotë do të rrasin tani arsimtarët mësuesit nga pensioni dhe do i kyçin prapë në procesin e mësimdhënies. Kurse pjesa që ka të bëjë me cilësinë, kjo pastaj janë të lidhura, por megjithatë është çështje serioze që duhet diskutuar dhe kjo cilësi në arsimin e lartë lidhet edhe me bashkëpunimin spari ndërshqiptare me universitetet tona, por pastaj edhe bashkëpunimet rajonale dhe më gjerë dhe këtu neve veç kemi domethënë iniciativat e bashkëpunimit ndërshqiptar dhe me diasporën shqiptare, shkencore shqiptare, do kisha thënë kështu në vende të ndryshme të botës, por megjithatë këto kërkojnë një mbështetje më të madhe edhe institucionale, jo vetëm nga institucionet politik bërëse dhe vendimarrëse, por edhe nga vetë udhëheqësitë e universiteteve dhe të akademive të shkencave të vendeve tona. I shtrojmë kështu pyetje për shkak se ju kishit një shkrim para do kohe, nëse citojmë njerëz të mençur, domethënë të historisë njerëzore siç Aristotel, ai thoi që e lani për të bërë ndryshime është rinia. Domethënë shohim një rini shumë pasive. Studentët tonë nuk protestojnë për asgjë. Ju kishit bërë një shkrim se ne ashtu edukojmë fëmijët. Kam nëpër rrjetet sociale ka njerëz të mençur që thonë fëmia lindin kanë atë genialitetin, shkolla u merr këtë genialitet. Dhe kur shkojnë ne mundohemi prej fëmijë kur janë të jenë sa më ngjushëm, mos bë këtë, mos bë atë. Domethënë edhe kur shkojnë si thua, bëjmë një pastrim të rrunit, domethënë ne nuk lejojmë që ata atë kreativitetin, sikur shkollimi e vret atë kreativitetin e fëmijëve dhe të studentëve, dhe nuk procesohet për asgjë. Tash kot ne që citojmë Aristotelin, kot që ne shkojmë referohemi historisë, ato kush ka bërë ndryshime në shoqëri dhe shohim student. Te ne nuk ka asgjë në Maqedoni. Po kështu është edhe në Shqipëri, në Kosovë, ndërkohë vlojnë domethënë protestat në Beograd edhe gjatë domethënë në për shumë qendra botës, ka dallime ndërmjet studentëve tek neve edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, veçanërisht në Kosovë, por megjithatë unë do kisha thënë se shkollimi na i bën studentët të tillë, i bën mentaliteti jon dhe qasja jon shoqërore në tërësi, po edhe në qasja jon në hapësirat universitare. Ne kemi studentë jashtëzakonisht të përgatitur dhe të shkathët, sepse shohim se si çajnë në qendrat e ndryshme botërore, qofshin ato në Maqedoni, në Kosovë ose në Shqipëri, dhe dalin në vendet në qendrat më me renome në botë dhe arrijnë domethënë atje rezultate të jashtëzakonshme. Ne kemi vështirësi domethënë me infrastrukturën shkencore dhe infrastrukturën kërkimore në hapësirën universitare shqiptare në të shtëpi dhe mungesa e bashkëpunimit, gjërat nuk bëhen vetëm. Ne kemi një halle probleme që janë të përbashkëta dhe këto mund të zgjidhim neve së bashku. Pastaj kemi ardhur në një situatë tani ku në një pjesë të programeve studimore ne kemi numër jashtëzakonisht të vogël të studentëve me 1, 2, 3, 5 studentë. Ke parasysh
unë ka ndodhur një gjenerat ka tetra të tëra vite të tëra nuk kanë, është gazetaria për shembull. Po gazetaria është mbyllur, po ta mbyllësh fizikën për shembull i bie që mos gjenerosh fare mësues për shkollat fillore dhe të mesme, kështu që mua ka ndodhur një vit të tërë që unë t'i jap mësim vetëm një studenti. Kështu që edhe çka komunikoj me kolegët në Tiranë dhe në Prishtinë, gjendja në shkencat e natyrës edhe atje është alarmante dhe kjo problematik, kjo sfidë duhet qaset së bashku. Po ndihma nga Bashkimi Evropian. Kishte një shkrim, domethënë që ka tendencë, ne nuk mund të flasim se cilësia na mungon për faktin që studentët tanë të mjekësisë dhe të fushave tjera të preferuar, sidomos IT, kur shkojnë atje, domethënë u duhet shumë pak që të marrin atë ritmin të integrohen, domethënë në për firma të njohur të tyre, të IT-s, edhe në për spitalet e tyre, domethënë kuadrot tona janë kualitative, por ka pasur tendencë që në mungesë të mjekëve në Gjermani që shkojnë në Danimarkë, në vende tjera, na e kanë marrë kuadrin tonë dhe mendohet që ka një mbrapasje nuk është investuar për këtë pjesë Ballkanit me këtë tendencë, ti marrin kuadrot tona dhe sepse pasuria më e madhe në shoqëri, në aspektin ekonomik është individi, është njeriu, ajo është dhe kjo besohet se ka një tendencë. Si shikoni ju, sepse ju keni qëndruar gjatë në Gjermani, keni qenë në Harvard, keni qenë në Boston, keni shëtitur gjitha universitetet botërore, ju çdo vit, domethënë shkoni në qendra dhe në ato që janë inovative, domethënë për të hulumtuar kancerin, mjekësi, fizik, domethënë çfarë do të ketë tendencë. Ne kemi studentë të gjitha fushave që janë shumë të mirë. Ne kemi kuadra të kimisë e fizikës që bëjnë doktoratura dhe kanë mbaruar doktoratura, për shembull në Universitetin Leipzigu në Gjermani kemi studentë të fizikës që është në ETH Zürichut e kështu me radhë. Por neve këtyre studentëve nuk ju themi hajdeni. Neve nuk punojmë për t'i kthyer këta studentë, sepse unë që kam jetuar 11 vjet në Leipzig në Gjermani, po të më pyesni mua sot, unë do të them në periudha më e vështirë e jetës time ka qenë vendimi për t'u kthyer. Dhe për t'ja lehtësuar këtë kthim kuadrëve profesionistë që janë duke hulumtuar dhe studiuar në qendra të ndryshme botërore, neve duhet të krijojmë ca parakushte, ca lehtësime për ta. Dhe këtë neve nuk e bëjmë. Pjesa tjetër që është neve ato temat kyçe realisht që po i diskutonin pak më herët është pikërisht krijimi i themi kështu qendrave të përbashkëta, edhe kërkimore, po edhe mësimore, në mënyrë që të bashkojmë resurset tona që të arrijmë një cilësi më të lartë në pjesën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në hapësirën shqiptare, dhe fondet e Bashkimit Evropian janë aty, nuk kanë ikur. Po neve duhet i kërkojmë, neve duhet të aplikojmë, neve duhet të krijojmë infrastrukturën e brendshme universitare për të aplikuar në fonde të tilla, të cilën për fat të keq një pjesë e mirë e universiteteve nuk e kemi, akoma aplikojmë neve vetëm në programet që kanë të bëjnë me CEPUS, programet që kanë të bëjnë me COST dhe nuk arrijmë dot të thisim në Horizon Europe. Aty janë mbi 100 miliardë euro që janë në dispozicion për punë kërkimore shkencore, për ndërtimin e kapaciteteve kurikulave kështu me radhë. Nuk arrim dot të thisim ato për shkak se nuk dim, apo nga ajo që domethënë në vendet adekuate, kyçe janë njerëz pa përgatitje domethënë të duhur. Si unë tham çdo herë, domethënë ne për fat të keq domethënë brumi që kemi në universitet nuk është brumi më i mirë që mund të thithnim në hapësirat universitare. Por ne duhet të punojmë në mënyrë të targetuar, pra në mënyrë me grupe të vogla, me ata që mundet. Me 10, me 15, me 30% të profesoratit që janë në gjendje të aplikojnë në projekte të tilla, për ata duhet të krijojmë infrastrukturën ndihmëse në mënyrë që të mund të aplikojnë në programe, në projekte të tilla dhe të krijohet ajo siguria në ato që ai që aplikon edhe do menaxhon me projektin. Se ka raste për shembull ti aplikon në një projekt dhe nesër vjen një udhëheqësi tjetër në universitet dhe ta merr edhe projektin ose të krijon vështirësi që e ketë pamundur të implementojsh projektin me partnerë ndërkombëtar dhe pastaj kolegët kanë ndroje të aplikojnë, pse thotë unë thotë në vend që të themi kështu shpërblehen për ato që aplikojmë një projekt dhe fitoj një projekt ndërkombëtar, unë do hasi në vështirësi që të heqi zinë e ullirit që i thonë dhe pastaj thotë pas aplikoj fare. Faleminderit profesor për këtë pjesë. Ja. Po, vazhdojmë bisedën këtu në Tiranë me profesor Geron Kamberin, profesor arsimi relativisht ka të njëjtat halle, ti themi kështu paksa popullor që gjithandej, por
çdo vend ka specifikat e veta. Pajtohemi për këtë. Dhe ne do të flasim pak a shumë për realitetet të arsimit këtu në vendin tonë në Shqipëri. Edhe më pastaj mund të zgjerohemi natyrisht në bashkëpunimet në rajon me kolegë tuaj në universitetet të Prishtinës, të Shkupit apo më gjërë. Si e kemi realitetin, megjithëse nuk është as fillim viti akademik, as fund viti akademik, dua t'ua bëj të ditur dëgjuese që ju jeni edhe drejtuesi i zyrës kërkimit shkencor në Universitetin Luarasi këtu në Tiranë. Po, faleminderit për ftesën, edhe ashtu se thanë dhe kolegu parafolës, problemet e arsimit lartë në hapësirën shqiptare, po marrin hapësirën shqiptare pra universitetet shqiptare në gjithë rajonin e Ballkanit, përballen me sfidat të cilat lidhen me tre element kryesor që përbëjnë edhe ato që quhen tre misionet e arsimit lartë. Mësimdhënien akademike, kërkimin shkencor dhe ndikimin e universiteteve në shoqëri. Të tre këto element kanë të bëjnë si thua jo thjesht vetëm me traditën, sepse po i vërtetës universitetet shqiptare në rajon për nga koha e krijimit janë nga universitetet më të reja në Europë. Janë tjetër, siç u përmend edhe këtu, Shqipëria, por edhe Kosova, Maqedonia, Malizi, ku ka universitete shqiptare. Të treja këto vende janë pjesë e iniciativave europiane në fushën e bashkëpunimit shkencor të arsimit lartë, qoftë në programin Erasmus, që është nga programet më të hershme për bashkëpunimin akademik, dhe programin Horizon Europe, siç quhet tani, apo Horizon 20, i cili është një program i mirëfillt për kërkimin shkencor. Dhe për hir të vërtetës, pavarësisht se ne përpiqemi të mburemi me shifrat jo të këqija të pjesëmarrjes të programin Erasmus, por që ka bërë më shumë me lëvizjen akademike, me bashkëpunimin e profesoratit, me shkëmbimin akademik dhe studentor, ajo që e mat realisht cilësinë e një universiteti është raporti që kanë këto universitete dhe arsimi i lartë në një vend me programin e BE-s për kërkimin shkencor që quhet programi Horizon Europe. Si e kemi ne këtë realitet? Aktualisht ka ardhur duke u përmirësuar, por në qoftë se do të rikthehemi krahasimit me vendet të rajonit, apo marrim rastin e Serbisë apo vetë Malizi, Shqipëria, apo marrim rastin e Shqipërisë, programin e parë Horizon Europe, që ka funksionuar nga viti 2014 deri në vitin 2020, po marrim rastin krahasim me kundrejt Serbisë që arriti të kishte rreth 300 projekte dhe mishite për rreth 60 milionë eurosh, Shqipëria më vonë arriti të përfitonte rreth 6-7 milionë euro. Ndërsa me programin Horizon Europe, për hir të vërtetës, këto shifra kanë ardhur në rritje dhe një nga faktorët që kanë ndikuar ka qenë dhe pjesëmarrja e Shqipërisë që për vitit 2018 në programin COST, që do të thotë programi për bashkëpunimin shkencor dhe teknologjik. Më praktikisht, si përkthehen këto që thanë profesor? Fjalat tek studentët, tek cilësia Sigurisht. Një nga sfidat që kanë universitetet dhe arsimi lartë që sot është ndërkombëtarizimi. Ndërkombëtarizimi si koncept, i cili është një koncept jo thjesht shqiptar, tash po përfshin të gjitha universitetet në të gjithë Europën, pa edhe më gjërë, është që kufit midis shteteve kanë kohë që kanë rënë, po kanë rënë dhe kufit mes universiteteve. Që do të thotë që kurrikulat akademike dhe programet akademike duhet të jenë të tilla që të ofrojnë programe jo vetëm në gjuhën e vendit, por programe në disa gjuhë në bashkëpunim me universitete të tjera. Kjo do të bënte të mundur që studentët që mbarojnë ciklin e studimeve këtu të jenë gati të punojnë në çdo lloj tregu me aftësi të cilat janë gati të përdorin në tregun global të punës. Dhe kjo është sfidë kryesore që lidhet me cilësinë e mësimdhënies, kapacitetet e infrastrukturën akademike dhe laboratorike të universiteteve dhe në mënyrë të veçantë me cilësinë që cilat reflektohet në renditjet universiteteve, përmendën këtu disa renditje dhe për hir të vërtetës universitetet shqiptare në rajon ka një renditje relativisht ulët. Të paktën asnjë për renditjeve në përjashtim ndoshta të Universitetit Prishtinës që rankimin ose në renditjen e webometrikës pati një renditje disi më të mirë, por nëse renditjet e tjera PISA-s kemi biseduar. PISA është një klasifikim për arsimin para universitar. Është për para universitar. Të cilët ka grup moshë 14-15 vjeç. Ndërsa arsimi lart ka sfida. Po, arsimi universiteteve është tjetër. Po. Profesor, u bisedua edhe nga i ftuar në studion e Shkupit, në Radio Shkupit. Është ajo që thanë më shkurt, që unë mos zgjatëm, ne në fakt kemi mungesë studentësh. Çdo ditë po paksohet numri studentëve në auditore. Është kështu.
Po, jo ngjish skuadri nuk kemi. Jo, sfida e paksimit të studentëve, që rënjë numrit e studentëve, veçanërisht është shumë e madhe, duhet kemi parasysh që ne kemi një ofertë më të madhe në tregun e arsimit lart se çfarë është kërkesa. Ne kemi 40 institucione të arsimit lart në Shqipëri, nga të cilat 26 janë jo publike ose private, dhe 14 janë shtetërore. Dhe ndërkohë që numri i studentëve ose maturantëve që mbarojnë në një vit është rreth 20.000, dhe mendoj për këto 20.000 hiq numrin atyre që nuk vazhdojnë të shkollën e lartë për arsye të mesatares dhe numrin e maturantëve që shkojnë për studiuar jashtë vendit, atëherë numri i maturantëve që duan të regjistrohen në shkollën e lartë ngelet shumë i vogël përkundrejt kësaj oferte të gjëra akademike që ka në Shqipëri. Emigracioni, rënja e linjshmërisë dhe lëvizjet demografike kanë dhënë vështirësi shumë universiteteve, veçanërisht universitetet që janë në përrethët, që janë ato qytete universitare si Shkodra, Elbasani, Korça, Gjirokastra apo Vlora. Është edhe problemi se disa degë nuk po preferohen. Kjo është e vërtet, po ashtu siç ka dhe disa degë të tjera që kanë një kërkesë më të lartë se sa është oferta, siç janë degët e mjekësisë, inxhinierisë informatike, apo degë që janë shumë të pëlqyeshme sot në tregun e punës, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë Shqipërisë. Qeveria shqiptare para pak kohësh ka miratuar një dokument të arsimit lart për mësuesisë më duket ka një avantazh për ata studentë që ndjekin. Këtë doja të thoja, ka përpjekje për të simuluar studentët që shkojnë në degët e mësuesisë, duke përdorur edhe paga të diferencuara për të shkuar në zona të caktuara. Qeveria shqiptare tashmë ka bërë një lëvizje jo të pakët në raport me pagat e mësuesisë, por dokumenti që u miratua në 12 shkurt nga ana e qeverisë shqiptare për politika e arsimit lart deri në vitin 2030 i ka kushtuar një vëmendje të veçantë ringjallërimit të interesit të nxënësve për të shkuar në degët e mësuesisë. Gjithsesi do të jetë realiteti që do ta tregoj se çfarë interesi do të ketë. Po profesor, faleminderit për këtë pjesë që tu lëm radhën edhe kolegëve të tjerë në Prishtinë sidomos. Po, me medali, faleminderit. Falenderojmë edhe profesorin e nderuar. Shkojmë në pahumbur kohë në Radio Kosovë, mirëvet edhe pas kronikën e Malitzi. Mirëvet. Po, me medali. Profesor Mustaf, të faleminderit shumë për prezencën tuaj sot në emisionin Pa Kufi. Do të flasim pra për temën për të cilën u diskutua edhe në Shkupe edhe në Tiranë, të shohim se si është gjendja në arsimin e lartë në Kosovë. Ju edhe vetë jeni profesor, në anën tjetër jeni ekspert ekonomist, do të mund të diskutojmë shumë gjëra bashkë, po të flasim për arsimin e lartë, si është nga perspektiva juaj. Çfarë niveli kemi? Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem mysafiri juaj, po ashtu edhe duke i falënderuar edhe bashkëfolësit nga qendrat e rëndësishme shqiptare që pak a shumë me një farë këtë anën, si më thënë, teknologjisë, pak shumë të bashkëbisedojmë dhe pak a shumë të ngrisim edhe problemet që i kemi si popull shqiptar, që për fat jo të mirë ne duhet me një farë ta ndryshojmë perceptimin edhe miqve ndërkombëtar, edhe ekspertëve ndërkombëtar, edhe agjencionet që na i përcjellin të arriturat tona që ne me të vërtet tani tuti do ta ndryshojmë këtë perceptim që mos të me të vërtet një arsim gri që me një farë mënyrë mos me kriju ata ende besim që ne dim të arsimojmë gjeneratët tona prej parashkollorit deri në arsimin e lartë, por kur flasim në arsimin e lartë edhe me që potenciuar edhe ju që jam edhe vetë të profesor në arsimin e lartë edhe me një farë mënyrë po përballem me akreditimet dhe riakreditimet, pra ne me një farë mënyrë edhe bashkëfaqësit të gjithë ne kemi të njëjtin problem, të njëjtin dhimbje, por është problemi se si dalmë nga kjo, sepse ne gjithmonë po i kemi ato, si me thonë, ambicet që me një farë mënyrë të arsimojmë, të edukojmë, përgatitëm kuadra për treg punës, po ashtu edhe të jemi bashkëpunëtorë në të arriturat shkencore në nivel rajonal dhe me tutje, por për fat jo të mirë ende po mesën në tentativë dhe kjo tentative jona ka një mjegull në këtë drejtim sepse kur flasim edhe si dy shtete, Kosovë dhe Shqipëri, jem ndër shtetet që në kam potencuar shumë herë, jem kampion për marrëveshje dhe për takime, por jetësimi po është një pikë pyetje e madhe. Kur flasim në aspekt kulturor, arsimor, për shembull edhe për opinionin ja vlen të sqaroni diçka që
bazë të marrëveshje, një i diplomuar në Sarandë ose në Vlorë, në momentin që mundet me gjetë treg punës në arsim në Kosovë, ka drejt pa nostrifikim, pa njësim të diplomës të punësot në Kosovë. Edhe e kondrata një i shkolluar në Kosovë ka drejt të punësot në Shqipëri pa njësim të diplomës. Por ku plasëm është gjithçka diploma, nuk mendoj që kemi shumë mungesë të diplomave, ndoshta është më problematike e çështja e praktikimit të asaj çfarë mësohet, çfarë studiohet. Tani po shihet që njerëzit që janë të diplomuar në arsimin e lartë punojnë në profesione që s'kan as pak të bëjnë me ato çfarë kanë studiuar, ku po çalojmë këtu. Nuk kemi vendet e punës për kuadrot, nëse mund të themi që po prodhojmë, apo nuk i kemi kuadrot vërtet profesionale, apo është numri i madh i fakulteteve, kolegjeve. Ke hap shumë tema që janë disa faktorë që ndoshta duhet të diskutojmë për të treguar se ku qëndron ky problem. Nëse flasim dhe tek pjesa se mi përgatit për treg punës, vlerësoj që me një mënyrë kanë të obliguar gjithë institucionet e larta arsimore që të kanë marrëveshje ose memorandume bashkëpunimi me industrinë, si në sektor privat, po ashtu edhe se ka për shembull drejtime juridik ose diçka ngjashme, me gjykata, me prokurori ose për shembull në drejtimi ekonomike me ministritë përkatëse ose të ngjashme. Nëse flasim për pjesën e teknologjisë, forenzikës, të gjitha këto, shkencave të sigurisë, të shëndetësisë, do të thotë, i kanë ato marrëveshje në përgjithësi me sa kam njëri, por është problemi që edhe jetësimi dhe marrëveshje, për shembull, se në momentin që e kiti marrëveshjen ai institucion privat ose ai publik me një mënyrë do të mënyrë automatike me gjetë hapësirën që me t'i pranu ty në fakt studentët ato për X institucione. Keni fjalën për marrëveshjen e kolegjeve apo të universiteteve me firma të ndryshme që përshtaten me profesionin e drejtimit? Në parem nga ona formale, pra nuk mund me diplomu një student në Kosovë pa pasur me një mënyrë edhe praktikën s'pako 2 javë. Por është problemi që ndoshta edhe studenti shkon, po me një mënyrë nuk e ka atë mbikëqyrjen nga ona e ati pronarës, ati mbikëqyrës si që sa mund të fitoj aftësi me një praktikë 2 javore me një profesion seksual? Po nëse flasëm me heq, pak a shumë s'po ka ambientohet me ato se si tullet në karrikë, si cilat, me një mënyrë si të komunikan edhe me bashkëpunëtorët, ose si me prit palen, ose pa marrë ose është në drejtimet të ekonomisë, kontabilitet ose diçka, pak a shumë e di se çka bëhet me ato, sepse të gjitha institucionet e larta kanë edhe alumnin që në fakt e përcjellin sa pi u punësohen studentët e këto, por kur flasim me këtë pjesën që po japim diplomat, tash kjo është një pikë pyetje që kjo pjesë është diçka që do të mbatet, po do të mbatet me anë të cilësisë, nëse flasim nga ana e cilësisë, pra ka shumë probleme që ka një pjesë të madhe industrisë që ne kemi, do thotë, si institucione që kur kemi tryeza me industrinë, me bashkëpunëtorë, me një mënyrë kanë edhe ato pakënaqësitë e tyre që i japin vretet që në rastet caktuar nuk i ka ato përgatitjet e mjaftueshme X kandidati ose X i punësuari, do thotë, në vendin e punës, por që nga njëherë edhe vetë industria me një mënyrë janë neglizhente për shkak dinamikës tyre të punës. Por kjo unë vlerësoj që ajo femra Akiles dhe ajo për spiralja e daljes, unë vlerësoj që gjithmonë do të kërkohet nga institucionet shtetërore. Unë vlerësoj që e niveli i strategjisë për shembull në arsim do të me një mënyrë ta obligon edhe bizneset, edhe ato publike, gjitha që me një mënyrë të jenë bashkëpunues me arsimin e lartë që kur del një kuadër pak a shumë e qenë i përgatitur për tregën e punës dhe këto kur flasim çfarë janë kriteret, a ka mundësi të bëhet shkencë në Kosovë të zbatohen, të implementohen ato programe për cilat institucionet arsimore të arsimit të lartë? Nëse flasim në nivelin bachelor, që ndoshta disa drejtime specifike nuk mundën me 3 vjet të edukohen, për shembull kur flasim për mjekësinë, por flasim për këto drejtime tjera në përgjithësi, shkenca sociale, ekonomia, diçka, shumë me 3 vjet potencialisht ai duhet përgatitet për treg të punës, për me zonë vend punës. Kur flasim për master, për doktoraturë, vlerësoj që aty tani më do të ketë ambicie pak a shumë me studiu edhe me bë shkencë, por që kjo me bë shkencë tash është një si më thon një ambicie, po është një det i tërë që në fakt për me arrit atë nivel, sepse
edhe niveli i edukimit, për fat ju të mirë, do thotë universitetet tona, tash edhe nga ona datimi se institucionet tash, kur i vizitojmë në universitetet jashtë, për shembull i daton 200 vjet, 300 vjet, 500 vjet, ndoshta ka edhe 700 vjet universitet, edhe tash të krahasohen me ne me ata, do thotë ne edhe si shtete as datim të shtetit nuk kemi. Po me kaq kemi. sa kemi kohë prej kur kemi universitet, nisur prej Universitetit Prishtina si universiteti i parë. Jemi duke ecur, kemi progres apo regres. Dhe për shkak të numrit bukur të madh të kolegjeve, shto këtu edhe 6 universitete publike, 6 janë. Në stadi 9 janë me këto në veri që janë... E kam fjale për këto në qendrat kryesore. Nivel po, në qendrat në Kosovë... Tani, kjo konkurencë, a do duhet të ngrit vlerat, apo mos ndikon negativisht në përpjekje të marrjes së numrit të studentëve duke i ulur kriteret? Është ndonjëherë duket si thik me dyteja edhe kjo. Është shumë e vërtetë, edhe ndoshta edhe kur kemi thotë edhe komunikim me studentët gjithmonë tentojmë që ta sqarojmë këtë në një mënyrë këtë problem që edhe në Harvard edhe kudo ajo është një institucion privat i arsimit të lartë, por e ki kostën shumë të lartë, por aty ki kriteret në vlerësim. Pra është një diçka që kur fillon studimet nuk është diçka që është patjetër, po i ki ambicjet për me studiu, dhe në momentin që i ki ambicjet, me një mënyrë nuk do të marrë atë vetëm në mënyrë formale, të me marrë diplomë dhe me një mënyrë më fshej mbas asaj diplome, por që për fat ju të mirë, se kur flasim në mbi bazën e ekonomisë së tregut, edhe si ekonomist, va konkurenca do ta ngritë cilësinë. Por këtu edhe kush bën edhe një studim edhe për atë arsye në gjithmonë duke sikur në rastin tonë konkurenca nuk po ngrit cilësinë. Tek ministria për faktin që në diçka nuk ka mundësi për shembull në 1.600.000 banor 6 qendrat këtë ekonomi, këtë juridik, edhe kretë kolegjit private të kenë ekonomi juridik. Pikrisht. Është problemi që nuk ka mundësi. Ja po e mbyllim. Po. Nuk ka mundësi do thotë ta ngërthen edhe tregu i punës, sepse ai do të më dhënë treg punës. Për shembull, shakon për diçka për lloj drejtime aplikative, që janë diçka që mund të futën punë ose me ndani në ndeg diçka subspecializim më të veçantë, por që për fat ju të mirë ky ligj është ministria kështu për parashe tash sidomos institucionet private janë para këtij kryen sepse ato do të më në mënyrë ekzistojnë pikërisht nga kjo. 100% duhet i përmban çka ofron ministria, më në mënyrë nuk mund të japin feedback ministrisë sepse ato për fat ju të mirë në Kosovë ka edhe 2 standarde, për shembull në institucionet publike ministria më në mënyrë e mbyll në sy pa marrë parasysh se çfarë bën, ndërsa në institucione private vigjilencën e investigimet e ka shumë më të lartë që në një mënyrë institucioni privat as që i bie në mend në një mënyrë që të jep në një mënyrë ide. Studentët shpesh e thonë të kundërtën, po e thonë që është e kundërta. Do t'i lëm radhën tash, faleminderit shumë profesor Mustaf, do të vazhdojmë pjesën tjetër që të kalojmë tek kronikën nëse mundet. Po, do ta transmetojmë tani kronikën e përgatitur nga kolegët në Malin e Zi, nga Senat Gila. Të nderuar dëgjues, kolegë dhe ju mosafir në studio. Unë sot për temën e fjalë kam të ftuar, siç edhe keni paralajmëruar, profesoreshën në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Malit të Zi, Sabina Osmani, të vetmi ngruar shqiptare e cila kryen punën e ligjëruesës në këtë universitet. Unë fillimisht do ta përshëndes profesoreshën e nderuar, duke i dëshiruar mirëardhje në emisionin tonë dhe duke e falendëruar që gjeti kohë të përgjigjet ftesës. Përshëndetje zotri Gilaj, përshëndetje ngrohtë edhe për dëgjuesit e emisionit Pa Kufi të Radios Publike të Malit Zi. Profesoreshën, në fillim si edhe është zakoni, po ju pyes lidhur me sfidat me të cilat ka arsimi shqip sot në Mal të Zi, në veçanti ai superior. Shqiptarët në Mal të Zi përballen me disa sfida që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e studimeve dhe mundësitë e punësimit të rinjve. Një nga problemet kryesore është mungesa e programeve në gjuhën shqipe, çka kufizon mundësitë për studentët shqiptar për të studiuar në gjuhën amtare. Si rrjedhoj, studentët shqiptarë me vite kanë studiuar kryesisht në Universitetin e Prishtinës ose në universitetet e Shqipërisë. Këta studentë pas përfundimit të studimeve shpesh janë përballur edhe me peripeci birokratike si njëjtësimi i diplomave të marra në vendet fqinje. Mirë po, vitet e fundit vihet edhe një orientim më i madh drejt universiteteve vendore, si për shembull Universiteti të Malit të Zi dhe institucionet e tjera private. Megjithatë, në këto universitete shumica e programeve ofrohen vetëm në gjuhën malazeze.
Aktualisht ekziston vetëm një program në gjuhën shqipe në kuadër të Universitetit Malit të Zi, dedikuar për përgatitjen e mësuesve shqiptar. Për shumë studentë shqiptar, për hir të vërtetës, një nga barrierat thelbësore është mungesa e njohurive të mjaftueshme të gjuhës zyrtare, gjuhës malazeze, gjë që vështirëson ndjekjen e studimeve dhe integrimin akademik në universitetet brenda Malit të Zi. Një tjetër sfidë është edhe mos përputhja e programeve mësimore me nevojat e tregut punës, që shpesh krijon një hendek midis kualifikimeve të marra dhe aftësive që kërkohen për punësim. Mbase mund të shtoj gjithashtu se kemi një mungesë të kuadrove akademike shqiptare, në universitetet malazeze ka një numër shumë të vogël të profesorëve dhe studiusve shqiptar, çka ndikon jo vetëm në përfaqësimin e komunitetit shqiptar në botën akademike, por edhe në zhvillimin e një perspektive më gjithëpërfshirëse në studimet shkencore. Çka mendoni, cilat duhet të jenë lëvizjet që duhet të ndërmarrim që të integrohemi në aspektin arsimor për kuadrët e ardhshëm, që të jemi konkurrent nesër kur të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, që edhe shpresoj. Nuk është e lehtë të parashikojmë me saktësi të ardhmen e arsimit lartë, veçanërisht në epokën e inteligjencës artificiale. Megjithatë, një gjë është e qartë, për të qenë konkurrues në tregun evropian, arsimi ynë duhet të pësojë ndryshime dhe përmirësime të mëdha. Mali i Zi është një vend me ekonomi të vogël dhe pa industri të zhvilluar, kështu që do duhet fokusohet në arsimin cilësor dhe inovacionin për të gjetur vendin e vet në tregun evropian dhe atë global. Disa hapa të rëndësishme që do duheshin të ndërmeren janë modernizimi i kurrikulave dhe rritja e cilësisë së arsimit, që do të thotë të krijohen programe studimore më fleksibel dhe të orientuara drejt praktikës, të zgjerohen bashkëpunimet me institucionet e arsimit të lartë në Bashkimin Evropian. Këtu mund të përmend programet si Erasmus+, që janë një mundësi e shkëlqyer për studentët dhe duhet të shfrytëzohen për të përfituar përvoja ndërkombëtare. Pastaj përmirësimi i aftësive gjuhësore, përveç gjuhëve të huaja, siç është anglishtja, gjermanishtja, frëngjishtja, duhet t'i kushtohet më shumë vëmendje dhe gjuhës zyrtare, gjuhës malazeze, që në arsimin fillor. Një njohje më e mirë e saj do të mundësonte studentëve shqiptar të ndjekin studimet pa pengesa gjuhësore dhe të kenë një qasje më të lehtë në mundësitë e punësimit. Për më tepër do duhet kishim ura lidhëse mes universiteteve dhe sektorit sipërmarrës, do duhet që të nxitej mendësia sipërmarrëse dhe të bashkëpunohej më shumë me kompani apo institucione që do të ofrojnë mundësi të sigurta punësimit pas përfundimit të studimeve. Me vitet të tëra, flitet se kemi mungesë kuadrosh, a është kështu, apo kemi mungesë njohurish? Ku duhet të rinjëtan shqiptar të orientohen më shumë? Ne nuk kemi mungesë diplomash, por kemi një disbalancë mes diplomave dhe nevojave reale të tregut punës. Sipas statistikave të Mondstatit të realizuara në vitin 2023, çdo i katërti qytetar i Malit të Zi ka diplomë të arsimit lartë. Në zonat me shumicë shqiptare, si për shembull në Ulqin, 23% e popullsisë ka përfunduar studimet universitare, ndërsa në Tuzë diç më pak rreth 15%, në Plavë Guci rreth 14%. Pastaj sa është kjo pasqyrë reale e aftësive të përfituara është çështje tjetër për të diskutuar. Mali i Zi ka mungesë të theksuar të forcës punëtore profesionale, prandaj duhet të bëhen holumtime mbi tregun e punës dhe në përputhje me rezultatet të ofrohen programe studimore apo shkolla, trajnime profesionale që përkojnë me nevojat reale të tregut punës. E ardhmja e arsimit të lartë për shqiptarët në Malë të Zi kërkon një strategji të mirëfillt dhe një bashkëpunim të ngushtë mes aktorëve shtet, universitet, student dhe sektorit privat. Vetëm përmes investimeve në arsim edhe një vizionit qartë për zhvillimin profesional të të rinjve, ne mund të sigurojmë një treg pune të qëndrueshëm e me këtë edhe një të ardhme më të mirë. E nderuara profesoresh, faleminderit që ishit pjesë e emisionit ton Pa Kufi. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për stafin në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup dhe një përshëndetje si titulli i emisionit tuaj e Pa Kufi për të gjithë dëgjuesit. Të nderuar kolegë, kjo pra ishte kronika përgatitur nga Radio Malit të Zi. Për këtë enjte ju falenderojmë dhe ju dëshirojmë çdo të mirë. Për Pa Kufi nga Podgorica, Senet Gilaj.
Falenderojmë kolegun Senat Gilaj dhe profesoreshën Sabine Osmani nga Universiteti në Maltëzi, Fakulteti Filologjik. Atëherë, pa mos humbur kohë, kemi një ndryshim tash, duhet pak për shkak kohës dhe të ftuarit në Radio Tiranë të inkuadrohemi me Jahon dhe kolegun dhe më pas vazhdojmë në Shkup. Jahon? Po, faleminderit Mehmet Ali, faleminderit koleg, pasi profesor Kamberi ka një angazhim dhe I duhet të largohet pak përpara mbylljes së emisionit dhe ne do ta përmbyllim bisedën shpejt. Profesor Kamberi, folëm për realitete, për ato se çfarë përcjellin arsimin e lartë në vendin tonë dhe në rajon. Tani duan nga ju përmbledhasi cilat janë sfidat kryesore të arsimit të lartë në Shqipëri. Do ta nis nga e para që është më e rëndësishmja. Sfida kryesore është financimi I arsimit lartë dhe kërkimit shkencor në Shqipëri. Në vendet e Bashkimit Evropian, vendet më të zhvilluara, që kanë treguesit më të lartë zhvillimit social-ekonomik, financojnë deri në 3% të prodhimit të brendshëm bruto për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Ndërkohë që në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të rajonit, ky tregues është shumë I ulët. Pra financimi. Pikërisht një. Elementi I dytë më I rëndësishëm që lidhet në mënyrë të drejtë me atë që unë thoja pak më parë, është rritja e cilësisë së kërkimit shkencor që nënkupton botime nga stafi akademik, qoftë në revista brenda vendit, pra një periodicitet të botimeve shkencore në revistat që botohen nga universitetet publike ose jo publike dhe monografi shkencore, dhe në mënyrë të veçantë botime në revista me ndikim të lartë jashtë vendit në fushat e tyre respektive të kërkimit shkencor. Duhet tamam punë akademike. Pikërisht, sepse një universitet I cili përqendrohet vetëm tek mësimdhënia nuk ka asnjë dallim me një shkollë mesme. Ndërkohë që një universitet, ajo që e dallon nga gjithë nivelet e tjera të arsimit është kërkimi shkencor. E dallojnë laboratorët, e dallojnë puna kërkimore shkencore që si lloj duhet të zërë një pjesë konsiderueshme të kohës të një profesori që I një zyrë kërkimi shkencor në Universitetin Luarase, ju tham dëgjuesve. A keni mundësi ta zhvilloni këtë? Në rolin e pozicionit që jam, unë më shumë jam në rolin e koordinimit të punës së kërkimit shkencor brenda universitetit, në organizimin e konferencave shkencore. Vjet kishim konferencë, tashmë kemi konferencë tjetër me Fakultetin e Drejtësisë, që është në 8 maj në ditën kombëtare të drejtësisë, por natyrisht edhe me lidhjet dhe bashkëpunimet të tjera me universitetet dhe qendra kërkimore jashtë vendit. Po jap vetëm një shifër. Pra sot në Bashkimin Evropian ku Shqipëria synon të antarësohet, janë rreth 3.000 universitete dhe rreth 1.3 milion studiues. Vetëm do të marrim të shifra kupton që Shqipëria I duhet të ballet në një konkurrencë të lartë, është edhe një mundësi tjetër për të rritur bashkëpunimin në mënyrë që të ndërkombëtarizojë cilësinë e kërkimit shkencor dhe të jetë gatshme për balti tregu global. Tjetër profesor? Një gjë tjetër që është akoma më e rëndësishme është financimi I infrastrukturës kërkimit shkencor. Veçanërisht për shkencat teknike dhe shkencat aplikuara, por ndërsa për shkencat sociale dhe humane, arkivat dhe bibliotekat duhet të jenë në qendër të politikës të çdo universiteti në fushën e kërkimit shkencor. Në të kundërt humbasin parakushtet për një cilësi në këtë fushë. Për te kërkimit shkencor do një sfidë tjetër. Sfida tjetër është doktora pjesa e ruajtjes së cilësisë së mësimdhënies dhe e përbërjes së studentëve që vinë të studiojnë në universitet. Përgjithsisht sot për shkak të presionit që kanë mjaft universitete për studentë ka një rënje të cilësisë së studentëve që vinë dhe studiojnë dhe kjo në mënyrë të vetëdijshme unë planon minut mesatare është relativisht të ulët. Dhe kjo ul cilësinë e vetë universitetit dhe deri diku jo thjesht demotivon studentët, por edhe stafet akademike që kanë përballë në auditor këta studentë që nuk arrin të përgjigjen nivelit të kërkesave nga stafi akademik. Okej, profesor. Faleminderit dhe juve për ftesën dhe urime dhe suksese kolegëve në Prishtinë, në Shkup dhe në Maltëzi.
Faleminderit shumë profesor Geron Kamberi për kontributin në Pakufis sot. Faleminderit. Po koleg, faleminderit shumë, faleminderit profesorin Geron Kamberi për siç tha për kontributin që dha në Pakufi. Vazhdojmë në Radio Shkup. Profesor, u përmendën disa sfida kryesore, do të thoshe unë në Tiranë. Ne në fakt mbetëm aty te profilizimi, domethënë ju që quani tematizim. Është një parametër në shoqëri, është një paradigmë që do të determinoj shumë procese që mbase edhe ne nuk jemi koshient, që mbase jemi jashtë, se u përmend Tiranë, domethënë ato ulumtimet e përmendëm edhe neve, nga ajo që shohim në universitete të tjera bën vazhdimisht ulumtime, kërkime, fondet edhe jashtë mbase edhe universiteteve që u takoni ka dhe ne nuk e dim cilat janë ato sfida kryesore me cilat ballafaqohet sot arsimi i lartë në Maqedoni, por edhe në rajon. Po me medali, sfidat dhe më realisht neve i kemi cekur disa herë dhe i përmendi edhe shkurt, po me gjithë ato neve përveç sfidave duhet të themi edhe hapa konkrete se si të qasemi këtyre sfidave dhe këtyre problemeve që hasim neve në hapësirën universitare. U përmend për shembull universitetet private. Ne kemi shumë universitete, private dhe publike. Ne nuk duhet të lejojmë kohës që për shkak të zvoglimit të numrit të studentëve dhe ikjes së rinisë nga trojet tona të mbyllen vetvete ata universitete. Duhet politika shtetërore të mbyllin ata universitete. Pra duhet neve të bëjmë racionalizimin e universiteteve publike dhe private që kemi në trojet shqiptare. Kemi shumë. Gjithandej edhe në Kosovë dhe në Shqipëri edhe në Maqedoni. Dhe duhet kjo të qaset në formë të tillë që të krijohen ata universitete private që janë me të vërtetë të etabluar dhe ka parametra ndërkombëtar, jo vetëm parametra që po i shpikim neve për vlerësimin e punës së universiteteve private dhe ata universitete private që janë të treguara në fusha të caktuara, ato të mbahen. Por duhet të shkohet në përgjithësi se gjithë universitetet publike dhe private të jenë të profilizuara. Çka do të thotë? Neve tani kemi problem se kemi shumë studenta, sepse kemi juridik, kemi programe të caktuara studimore në të gjithë universitetet publike dhe private. Dhe kjo në një farë formë të zvoglon edhe numrin e studentëve dhe të largon edhe studentët nga profile tjera. Ne nuk duhet të harrojmë që një pjesë e rinisë tonë, studentëve tonë janë pak të hutuar, se në çfarë drejtimesh do të shkojnë, në çfarë programesh dhe ndjekin ka ndonjëherë trendin, ndjekin ka ndonjëherë shoqërinë, sepse neve nuk ju ndihmojmë atyre për të zgjedhur programe studimore të cilat ndoshta ato kanë prirje shumë më të mira se sa programe studimore të cilat ata ndjekin të studiojnë. Dhe profilizimi në universiteteve nuk duhet të parë vetëm në kuadër të brenda të një shtetit. Duhet parë dhe në hapësirën gjithë shqiptare këtë profilizim. Duhet me krijuar programe të mobilitetit. Ne nuk kemi krijuar fare programe të mobilitetit në hapësirën ndërshqiptare. Ne nuk kemi projekte të përbashkëta të ndërmjet universiteteve në tre vendet tona, për shembull, që do të ulëmtonin përveç një projekti që është ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë dhe që për fat keq domethënë nuk arriti të zhvillohet më tej, po ka ngelur ashtu në suazat fillestare të ulëmtimit shkencor në universitetet të Kosovës dhe të Shqipërisë. Pjesa tjetër që ka të bëjë me cilësinë, me rritjen e cilësisë, neve përfundimisht nuk po i zgjidhim problemet me shpejtësinë që kemi tani. Ne duhet të shpikim diçka, pra neve duhet të krijojmë një task force që të luftojmë realisht ngepçe që kemi në arsimin e lartë në mënyrë që të fillojmë të kapim hap me universitetet ndërkombëtare, me universitetet botërore. Pjesa e financimit, pjesa e infrastrukturës shkencore janë të gjitha elementë që duhet të politikë bërësit, qeverit, përkatëse të rrisin buxhetin për arsimin universitar. Po kemi edhe një element tjetër. Bashkëpunimi ndëruniversitar nga vetë udhëheqësitë e universiteteve. Domethënë neve keni parasysh që rektorët e universiteteve në vendet tona takohen domethënë një herë në vit dhe ato ndoshta në një organizim zyrtar kështu gjithë përfshirës. Nuk debatohet fare, nuk përpilohet ndonjë strategji nga vetë universitetet që të vihet në dispozicion politik bërës dhe vendimmarrës dhe pastaj të urdhënon. Ne kemi një propozim për profilizimin e universiteteve për bashkëpunim konkret ndërmjet universiteteve. Unë mendoj që duhet përfundimisht të ndizet alarmi për hapësirën universitare gjithë shqiptare. Kemi ardhur me të vërtet në një pikë kritike ku pastaj nuk ka kthim mbrapa.
dhe i thoni mirë na shërben edhe këto debate, sepse ideja këtu, problemet e universitetit, të universiteteve, bashkëpunimin i trajtojmë, mbase nuk mjafton një herë në vit, por ne ideja është që të nxjerrim domethënë mësime nga këto dhe të ndëgjojmë pikërisht edhe këtyre. E kanë edhe kolegët, neve tani për 4 minuta sa ka emisioni, po prekim shumë tema realisht, dhe kjo është, si me thonë, vetëm një nxitje në mënyrë që neve të organizojmë tryeza të përbashkëta ku me të vërtet të diskutohen këto probleme dhe në fund të asaj tryeze të nxirret një dokument me udhëzime për qeverit përkatëse se si qasemi kësaj problematike. Faleminderit profesor Mirvete. Po, me medalje do të vazhdojmë edhe pjesën e fundit këtu me të ftuarin tim, profesorin Mustaf Kadriaj. Profesor Mustaf, nuk kemi shumë kohë, po do të përpiqem të prekim edhe disa gjëra, edhe pse kohë është shkurtër për të thënë atë çfarë do donim të thonim në këtë emision lidhur me temën që kemi zgjedhur. Në përgjithësi si shqiptar në rajon, jo vetëm në Kosovë, se Kosova është e vogël për të pretenduar diçka të madhe. Nuk kemi një revistë shkencore. Nuk kemi ndonjë konferencë, ka aty këtu ndonjë konferencë të organizuar nga kolegje private më shumë ndoshta në Maqedoni e në Shqipëri se sa në Kosovë, për jashtim të seminarit ndërkombëtar për gjuhë dhe letërsi që është i njohur, nuk kemi diçka tjetër me cilën do të mund të konkuronim. Domethënë edhe kjo është një pjesë asaj mungesës së cilësisë në arsimin e lartë ku do duhet të bëj shkencë dhe jo vetëm sikur e vëra në fillim pyetjen mësojmë apo studiojmë, por në anën tjetër një rënje e interesimit të rinjve për të studiuar për shkak të mungesës së punës ose duke pretenduar të zgjedhin profesione tjera të cilat më lehtë vijnë deri te paraja. Ku e shihni zgjidhjen me saj? Do duhet mendonim diçka në afat gjatë që të ngrisim këtë cilësi, qoftë edhe me numër më të vogël të diplomuarve, por ata që dalim të jenë shumë cilësor dhe të ndoshta të profilizojmë për shkak të asaj se çfarë ka nevojë tregu jon dhe jo vetëm tregu jon, po edhe ballkanik. Dhe sepse në fund të fundit ne edhe po prodhojmë kuadro dhe po prodhojmë punëtorë vetëm për vende tjera, por shumë pak për veti. Kem parasysh në Kosovë një numër shumë i madh të rinjve janë orientuar nga këto call center ose firma të ndryshme të cilat paguajnë qira në Kosovë dhe punojnë për vende të tjera, sepse e kanë interesin e tyre. Po ndëgjova dhe bashkëfolësit që pak a shumë është i njëti problem që na përcjell dhe edhe këto që i përmendet edhe jo këto konferenca, takimet, revistën shkencore, që të gjithë pe kemi këtë problem, pra do të një popull prafërsisht populace që dikon rreth 5 milion ose 7 milion banor, pra nuk mundim të avem do të thotë një revistë që të ketë një kredibilitet të lartë, por që më po vlerësojnë ndoshta edhe ajo sjellja e barektarizmit në nivel të universiteteve të Kosovës dhe akademitë të shkencave që me një farë mënyrë në momentin që ngriten që bëhen bashkë në fuzionimin të gjithë këtyre institucioneve në parim në vëmendje rritet kredibiliteti, rangimi e një eks-reviste nivel kombëtar, do të thotë me që për fillim gjithë përfshirës që të gjitha shkencat, pak a shumë që me pas qasje dhe me një mënyrë më publiku të thotë në revistat me kredibilitet lartë ndërkombëtar, platformat të ngjashme. Ndërsa kur flasim tek pjesa e interesimit të studentëve, do ta kem qartë që në ekonominë e tregut, pra ata kanë gjetë dikon veten që me një mënyrë edhe pa një diplomë ose me një diplomë të bachelorit, po tentojnë që ta gjenë veten dikon sepse do ta kem qartë që së pari është njeri, të thotë biologjik që do të ushqehet dhe të jetojë çdo ditë dhe tentojnë që ta gjenë vetveten dikon vendin e punës. Dhe këto jo përmendet edhe pjesën se sa do të kem aplikueshmëri drejtimet, gjithmonë jam i fokusuar sidomos në nivel të bachelorit, më shumë me qenë fokusuar në drejtimi në aplikueshmërinë dhe përgatitjen për tregun e punës. Ndoshta nëse don për me vazhdu matutje, për shembull master ose doktoratur, por ai ka ambicet për me qenë në nivel të për shembull ose ndonjë ngritje në punë eventualisht ose nëse don të vazhdon studime. Po vlerësoj që në punët operative si nivel të publik dhe privat vlerësoj që me një diplomë të bachelorit mund të kryejnë punë, por që këto me një mënyrë tash edhe këto institucionet private dhe publike duke tentuar që të ngërthejnë sa më shumë studentë afër vetes, ndoshta edhe për fat jo të mirë, do të thotë në ekonominë të tregut gjithmonë në fakt konkurrenca ngrit cilësinë, po për fat jo të mirë në trojës shqiptare kjo konkurrencë e institucioneve të larta me një mënyrë për fat jo të mirë ka rezultuar kundërta që ka dëmtuar edhe cilësinë në arsim, por nuk do të thotë që edhe më herët kemi pas cilësi, sepse ne jemi vetë kënaqur duke qenë atë farozën tonë edhe si UP, ndoshta edhe si Universiteti i Tiranës, por në momentin që po rangohen mbi bazën e talitave shkencore profesorëve,
për fat jo të mirë për shkak nëse në web metrika, për fat jo të mirë universitetet shqiptare humbin, do të thotë në atë anglisht, për fat ka edhe universitete rajonale të shteteve rajonale që ndoshta nuk kanë ato emër të shtetit tyre, por që kanë punuar që në një mënyrë të ato parakushtet i kenë më në nivel që të rangohen më mirë në nivel të listave, në nivel ndërkombëtar, por edhe në fillim e thash, ne do të punojmë aq shumë që ta ndryshojmë perceptimin edhe në raport të thotë me miqtë ndërkombëtar dhe ata të cilët në një mënyrë na investigojnë edhe nivelin e të arriturave tona, por këtë pjesën edhe bashkëpunimit ndërkombëtar, përderisa nuk e përkrah shteti, nivelin për shembull të revistës. Nëse për shembull e bëjmë një revistë një nivel të rrugë shqiptare që ministritë përkatëse me subvencionu spaku 70%, 80% që më shpëqen ngarkesë së kuadrit, sepse përveç po do të më vani hulumtim një herë po do të më llogarit me një mënyrë si kuadër edhe anën e pagesës që për të hyrat në Kosovë nëse është për shembull në platformën Skopos sillet për afërsisht revista rreth 1.000 euro më pak ose më shumë. Pra ne pagesë 1.000 euro me një mënyrë ty ta trazon mund brenda do të thotë si një njeri profesionist edhe si profesor që në këtë drejtim vlerësoj që këshen e udhës që ministritë përkatëse të arsimit me qenë do të thotë përkrahase në këtë drejtim sepse ne parafol se përmendit që shtetet e perëndimit ndan nga bruto produkti dhe nga buxheti një vlerë shumë më të lartë se sa nivel rajonal dhe konkretisht të dy shtetet, të Shqipëria dhe Kosovë, përderisa nuk e përkrahon nga ana financiare, mos prit që do të ndryshon edhe ana cilësore, sepse në momentin që shteti vlerësoj që e lëshon dorën financiare me një mënyrë ka drejt edhe të kërkon cilësi, por përderisa nuk e subvencionon, nuk e përkrah me një mënyrë nuk ka as drejt morale për shkak se sidomos institucionet private gjithë planifikimin buxhetor, pagët, gjithë aktivitetin e tyre arsimor dhe kushtimin shkencor e llogaritin mbi bazën e hyrave që i krijojnë ata vet, pa pas asnjë përkrahje nga ana institucionale. Veç pikërisht për shkak të këtyre të hyrave ndonjëherë bie edhe cilësia, sepse interesi për të marrë numrin më të madh të studentëve brenda vetës, sepse ata bëjnë pagesën, e ul edhe kriterin sigurisht. Kjo është shumë evidente për faktin që ende edhe niveli i emancipimit tek ne për shkak tek studentët këto mendon që në momentin që bën pagesën me mënyrë e ki obligim ja dhon diplomën. Që nëse flasim për shkak në perëndim edhe ka shumica institucione më kredibile në nivel botëror, janë privat, por aty nuk ka mundësi që ti të merr një notë vetëm pse e ke bën pagesën. Profesor, të falenderoj shumë për kohën, për kontributin tuaj sot në Pakufi. Këtu po e mbyllim emisionin ton Pakufi, folëm për sfidat në arsim superior. Në studion e Radio Kosovës me mua ishte profesor Mustaf Kadriaj, në studion e Radio Tiranës profesor Geron Kamberi, në studion e Radio Shkupit profesor Bashkim Ziberi dhe në studion e Radio Smalizi profesor Sabina Osmani. Falenderojmë shumë të ftuarit tanë, falenderoj edhe kolegët tanë Jau Margjeka në Tiranë, Mehmet Ali Jusufi në Shkup e Senat Gila në Podgoric. Të nderuar dëgjues, këtu po e mbyllim emisionin Pakufi për datën e sotme 3 prill 2025. Do të dëgjohemi bashkë javën tjetër me një temë tjetër. Ju falenderoj shumë.